Plazhi i Durrësit, që është dhe plazhi më i madh i vendit, tashmë është mbushur me pushues shumë, të cilët vlerësojnë qetësinë dhe pastërtinë e ujërat të Adriatikut si dhe të Rërës. Pushuesit shprehen të kënaqur me kushtet që ofron Durrësi për pushuesit, pastërtinë, shërbimet, atmosferën. Plazhi i Durrësit më pëlqen shumë, kam pothuajse 38 vite që vi këtu në plazhin e Durrësit, nuk e kam ndruar asnjëherë. Është nga plazhet që më pëlqen qetësia. Qetësia ratë parë, koha e freskët, qetësi, çmimet mesatar, çka dhe sezonet nuk e keq, mirë. 5.000 lekë, 7.000 lekë, mirë. Megjithatë ka dhe opinione të kundërta lidhur me çmimet e ofruara nga bizneset. Banja jashtë s'ka. Do të them me fjalë. Karikusa telefoni s'ka. Pse sezonat hotelet i kanë shumë shtret. Sezonat. Plazhi i Durrësit dhe këtë sezon është afirmuar si destinacioni ndër më të preferuarit dhe me numrin më të madh të pushuesve në vend. Këtë vit parashikohet që në këtë plazh të pushojnë rreth 1.5 milion turistë.